dashur qytetarë dhe qytetarë, banor të Belshit dhe Cerrikut, një përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju, një mirënjohje të thellë dhe të pakufishme për mbështetjen që dhatë në zgjedhjet vendore dhe fitoren tuaj. Duhet përshtes sot gjithashtu udhëheqësin politik të qarkut të Elbasanit, zotin Tomor Alizoti, kryetarin e Partisë Demokratike të Belshit dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Cerrikut, kandidatët e shkëlqyer për deputet të qarkut të Elbasanit dhe t'ju jap ju fjallën se zbashku me këta përfaqësues që janë krenaria e qytetarëve e banorëve të Elbasanit dhe mbar Shqipërisë, projektin e Belshit Dumres madhështore, Cerrikut madhështor, do ta bëjmë realitet në të gjithë zbatimin e premtimeve tona. Të dashur miq, ju do çuditi pak, por unë prap dua këtu në emër para jush dhe në emër tuaj të përshëndes përzemërsisht të gjithë ata socialistë që këto ditë po refuzojnë të shkojnë në komisionet përfaqësues të Partisë Krimit në komisionet zgjedhore. Jeni dëshmi e shkërmoqjes para disfatës e Edi Rams dhe regjimit të tij. Unë u them atyre se jeni patriot të vërtet dhe ne na bashkon së bashku dashuria për Shqipërinë, për vlerat që ndajmë njëri me tjetrin. Dhe i garantoj se ky program është program për çdo shqiptar. Është program që synon të ndryshojë jetën për mirë të çdo qytetari shqiptar. Në këtë rast, edhe një herë i bëj thirrje administratës, ti qëndroj çdo punoj si administrat, ti qëndroj besnik ligjit, tu shërbej ju në përputhje me ligjin dhe ne konsiderojmë atë shërbëtor të vyrë të shtetit dhe të qytetarëve. Natyrisht, ata që zgjedhin patronazhistin, ata janë terrorist elektoral, do ndiqen gjithë jetën për krimin antidemokratik që kanë kryer. Miqtë e mi, unë vi sot tek ju për të parashtruar projektin ton, i cili ka dy qëllime më madhore. Së pari, t'ju kthej parat ju, qytetarëve shqiptar, t'ju kthej taksat ju në rroga, pensione, mbështetje ekonomike, mbështetje papunësie, shërbime shtetësore, shërbime arsimore, infrastrukturë. Së dyti, një mundësi të re për secilin prej jush. Në këtë mënyrë, ne jemi të bindur se ecim drejt Dumres madhështore, Cerrikut madhështor, Elbasanit madhështor dhe Shqipërisë madhështore. Ndaj dhe ne, në 100 ditë të para, ja u them këtu, ne betejnë
më të egër, më të këqijat që kanë zënë këtë vend, do ta kemi 100 ditë të para, do t'i mundim ato. 100 ditë të para ne zotojmë para jush se do vendosim minimumin jetik 200 euro për çdo shqiptar. 200 euro për çdo pensionist që merr ndën 200 euro. Dhe sot miq, janë 560.000 pensionist me pensione jo të plota, por të pjeshme, çka do të thotë se marrin ndën 172 euro. Që të gjithë këta do marrin 200 euro. 200 euro do marr çdo qytetar i papunë dhe çdo qytetar në ndihmë ekonomike. Çdo student me bursë. Dhe do marr çdo fëmijë që jeton në familje me një prind. Çdo jetim. Në këtë mënyrë, ne nxjerrim jashtë varfërisë ekstreme çdo qytetar shqiptar, përjashtojmë nga Shqipëria mjerimin.